Edhe këtë vit me nisjen e fluksit të sezonit turistik përsëritet e njëjta pamje e njohur dhe shqetësuese. Fëmijë dhe prindër të komunitetit rom dhe egjiptian janë çdo ditë pranishëm në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit, si dhe përgjatë aksit rrugor që çon drejt qytetit të Shkodrës, duke kërkuar lëmosh me këmbgulje nga drejtuesit e mjeteve. Kjo situatë jo vetëm që përbën një pamje të shëmtuar për çdo vizitor turist që hyn në vendin tonë, por sjell edhe një sër problematikash ku shfrytëzimi i minorenëve përsëritet prej vitesh, pavarësisht denuncimeve të vazhdueshme dhe ndërhyrjeve të strukturave përgjegjëse që nga policia e shtetit, shërbimi social shtetëror deri te pushteti vendor, sërish kjo situatë duket pa një zgjidhje afatgjate. Fenomeni i lypjes nga pjesëtarët e komunitetit rom dhe egjiptian lidhet edhe me kushtet të rënda ekonomike e sociale, e cilat detyrojnë këta persona të kërkojnë ndihmë në zonat me qarkullim të lartë njerëzish si pikat kufitare.